futëm në një sistem të ri me figura të vjetra. Dhe kjo nuk do duhet kishte ndodhur. Është e vërtet, do kaloja një minutë tani në një pyetje tjetër, që lidhet sigurisht po me protestën, edhe do ta mbyllja ndoshta pjesën sepse do të flasim, doja të pyesja edhe për shoqatën, që është po aq e rëndësishme. Tash pyetja për ta përmbyllur është, kjo protesta tash jemi në ditën tani që po regjistrojmë në ditën 34, nuk duket se po ja arrim qëllimit ose do ja arrim qëllimit së shpejti, por në momentin që do ja arrim atij qëllimi, në best case scenario, kur i thon në anglisht, cila duhet të jenë hapat e mëtejshme? Domethënë, kur mbaron protesta, cila është sipas jush mënyra më e mirë për të vazhduar pas asaj? Pra, kemi aktualisht 2 kampe, i është tuar edhe një i tret faktikisht, por nuk do t'i jepja shumë rëndësi momentalisht. Pra 2 kampet kryesor janë ai që propozimi që bën klasa politike aktuale, që është zgjedhjet e parakoshme, edhe pjesa tjetër, kampi tjetër që propozon, siç e thatë edhe juve pak më përpara, një ndryshim rrënjësor, pra të klasës politike, të sistemit politik në të cilin është Shqipëria, pra jo zgjedhjet parakoshme, por një qeveri e përkohshme, teknike, quani si të doni, që të ketë një mandat të përkufizuar, edhe të përkufizuar në kohë, edhe në detyra, si të themi. Pra me përkufizimin e mandatit të kryeministit etj, siç e kemi parë edhe në ato pikat që janë shpalosur para pak ditësh në shesh. Cila është mënyra më e duhur sipas mendimit tuaj, Ami? Vjen pak të qeshtë sepse diskutuam me Bukurinë, me Bukurinë jetojmë 1-3-4 orë, edhe pse jo në kontakt, jo fizikisht, ama sepse protesta është nga tematika kryesore e këtyre ditëve, kështu që të gjitha aspektet pak a shumë i kemi parë së bashku. Ideja ime e parë, kështu që duhet të jap meritën Bukurie që pak kontribuove në ndryshimin e idesë time të parë. Ideja ime e parë ishte e zgjedhjeve të parakoshme. Okay. Zgjedhjet të parakoshme sepse kisha këtë frikën që do vi një qeveri teknike, ama kush do jenë to teknikët? Do jenë gjithmonë nga rrjeshtat e qeverisë aktuale. Domethënë nuk i kisha shumë të qartë kush do i emëronte, nga cila listë do dilnin. Çfarë sistemi super parties do i vendoste. Kishe këto kriticimet e veta. Por edhe zgjedhjet e parakoshme prapë të njëjtat kritikite kanë, në kuptimin që ka kaluar shumë pak kohë nga zgjedhjet e fundit, kështu që besoj që sistemi do ishte i njëjtë, mediat në këtë moment nuk janë në ndihmë, kështu që shikoj akoma më kritike për sa i përket zgjedhjeve të parakoshme. Një sugjerim ose një ide që unë do kisha për sa i përket qeverisë teknike ishte ajo që të merrnin parasysh cilat e diasporës, të paktën në një pjesë, jo totalisht. Dhe këtu ja lej fjalën Bukurias që ta zgjeroj pak më shumë. Bukurie? Më lek përgjithësi të më dha mbi gjitha Endri që na ciltoi të dyjave si ekspertë të politikave në shkencave politike. Atëherë, unë mendoj, pavarësisht qëndrimeve që ne kemi ndaj Serbisë, mendoj që Serbia së fundmi na ka dhënë mesazhin më ideal ose mënyrën më ideale se si ndryshon një lloj sistemi ose si duhet të shkojë një protestë. Unë nuk e di sa i keni ndjekur ju protestat në Serbi,
se sa familjar jeni me manifestin që ka dalë nga protestat serbe. Megjithatë, çfarë ndodhi atje ishte vërtet një diçka jashtëzakonshme, sepse u tregua, u përmbys sistemi top down në bottom up, pra nga lart poshtë në poshtë lart. Çfarë ndodhi atje? Nuk ndodhi në një muaj dhe asnjë revolucion, asnjë ndryshim i madh nuk ka ardhur në një muaj, nuk mund të vijë në një muaj, nuk mund të vijë kurrësi në një kohë kaq të shkurtër. Pra, çfarë na lipset ne në këtë moment, sidomos kush proteston nga Shqipëria apo edhe në diasporë, është kohë, durim dhe këmbgulje. Duhet të më një aspekt. Do të thënë, për mendimin tim, protestat në Serbi zgjatën më shumë sepse filluan si protesta studentore, pra kishin një përqindje më të vogël në shesh. Ndërsa protestat në Tiranë, mendoj që është me të vërtet gati e pamundur që të vazhdojnë me këtë konsistencë dhe me këtë pjesëmarrje, sepse në shesh në Tiranë ke nga më i moshuari tek fëmia më i vogël. Dhe kjo është diçka jo e bukur, më shumë se bukur, ama kërkon një impinim shumë të madh, sepse diçka është kur në shesh del vetëm rinia, pra studentët apo pjesa rinore, edhe diçka tjetër kur në shesh ke të gjithë popullin. Ndaj besoj që nuk e di, shikoj pak më kritike këtë vëmendjen dhe rezistencën në disa vite. Ta mbaroj pak bukuria? Patjetër. Pra, çfarë unë do kisha pasur dëshirë të shija gjatë kësaj proteste, pra edhe si dolën 5 pikat, 5 kërkesat, pra unë jam dakord me ato 5 kërkesa, por unë nuk e kam të qartë se nga kush dolën këto 5 kërkesa. Pra, ajo nëse ne nuk e transferojmë dot protestën në auditore, siç ndodhi në Serbi, sepse në Serbi ndodhi dhe u krijuan këto pleniume, le t'i quajmë, ku të gjithë diskutonin, pra nuk kishte në Serbi ndodhi shkëputja nga kulti i individit. Dhe kjo ka qenë një nga gjërat më të bukura, dhe kjo ka qenë një nga mesazhet më të bukura. Dhe nëse në Shqipëri nuk do të jetë e mundur transferimi i protestës në auditore universitare, do të ishte mirë që të krijohen në hapësira të tjera dhe nuk duhet të jenë patjetër student. Por duhet krijohet kjo lloj përqasje, kjo lloj qasje, pra të mos ne kemi shumë problem që ne nuk e dim kush organizon protestën dhe ne duam një figurë. Pse duam në figurën? Sepse lidhet me kultin e individit, pra ne duhet të kemi një fytyrë me cilën duhet ta lidhim. Dhe jo vetëm që kërkojmë, nuk është kjo arsye vetme që kërkohet organizatori, por është tjetër diskutim. Pra, fakti që ne, dhe unë kam pyetur edhe njerëz që protestojnë nga Tirana, njerëz të cilët i njoh dhe disa i njohin, disa nuk i njohin. Pra, kush është pas protestës nuk di, dhe kjo gjë është shumë mirë. Pra, deri këtu jemi në rrugën e duhur. Çfarë duhet bërë është që vendimet që merren duhet të jenë duhet të kenë më shumë përfaqësim të sheshit. Pra, nëse dalim një propozim për 5 pika, sa është marrë mendimi atyre që janë në shesh? Po, më falë se po të ndërpres një sekond, me që hym ke kjo pjesa e debatit, se po hym shumë, por shumë shkurt. Mendon se është e mundur të pyesësh se cilin del në atë shesh kur janë shumë pak edhe kur janë shumë fare, edhe të marrësh një mendim për tyre? Për secili prej tyre? Mund të ketë, pra atëherë, sepse gjëja që ne le të themi në ky është gjykimi im, më shumë personal. Çfarë është duke ndodhur disi gabim është që ne i duam gjërat shpejt. Pra ne duam një rezultat tani. Dhe kjo nuk është e mundur. Pra çfarë është duke u kërkuar në atë shesh do kohë. Dhe që të dalësh me disa propozime do kohë. Dhe unë po them që në shesh nëse janë 100.000 vetë, duhet pyetur, nuk i pyet dot ato 100.000 vetë kur janë në shesh duke protestuar, por mund të organizohet kjo gjëja. Pra pse i referohem modelit që na solli Serbia, sepse ato e morën i organizuan në një kohë
ta themi shumë të ngadalt, ishte një proces që mori kohën. Pra, ato që organizonin këto lloj diskutimesh e të tjera me radhë. Pra, nuk mund të pretendosh që në 34 ditë, kur sheshi mbushet apo nuk mbushet, të pyesësh të gjithë njerëzit që janë aty. Por mund të gjendet një formë që njerëzit të japin, të shprehin atë mendimin e tyre. Dhe ndoshta nuk do kishim më 5 pika, do të kishim 6, do të kishim 10, nuk e di. Por ato 10 pika ose këto 5, nuk e di, nuk i paragjykoj, ndoshta i kanë pyetur. Më fal, do të tërpres edhe një herë, se me që unë e thash pari, kemi 2 kampe edhe është një tjetër për të cilën nuk doja të flis ose nuk doja të i futesh sepse është akoma shumë e shpërndar në rrjet, por ekzistojnë disa forume kryesisht në rrjetet sociale, në për WhatsApp kryesisht. Di që janë hapur edhe disa forume në Discord, edhe në Telegram, kështu që ka, por fakti që, sepse dua ta lidh me këtë që po thua ti, fakti që duam t'i japim një përfshirje sa më të madhe pjesës të përpilimit të këtyre pikave, kërkesave, quaj si të duash, na ka sjell ose po na sjell, nuk dua të jap gjëra përfundimtare sepse s'ka, por flas për aq sa di. Edhe ato që po them i them sepse i di në vend të parë. Na ka sjell pra në një situatë ku janë krijuar shumë forume të shpërndara në rrjet. Pra kjo që po thua ti nuk transformohet pastaj në një gjë nuk e di a ekziston në shqip kjo fjalë, juve që jetoni në Itali sigurisht që e kuptoni çfarë dua të them, kontraproduktive. Të kthehet pak në një bumerang. Që mos të flas në hava dhe të jem pak më konkret. Kam dieni të qartë për më shumë se 5 grupe që po organizohen për të nxjerrë propozime, pika, kërkesa, pra nuk kemi, domethënë për të krijuar një grup që do japi propozime, nuk jemi në gjendje ose s'kan qenë në gjendje ose s'kan pas dëshirë, nuk e dim, të krijojnë një grup përfaqësues, por nuk doja të futesh ke kjo, sepse nuk dua të dekurajoja skënd, por duhet flasim edhe për fakte tashmë. Është krijuar një garë ndërmjet grupe ose grupacione të ndryshme që duan të arrijnë të japin një zgjidhje. Të japin një zgjidhje gjës. Atëherë, po kjo mund të kthehet në bumerang, kjo se çfarë thash unë, po në çdo skenar mund të kthehet në bumerang. Pra në çdo forme që do marri protesta, nëse këto 5 grupe apo sado qofshin nuk gjen një mënyrë që të jenë një vetme, do të kthehet në bumerang. Pra unë nuk shoh një mënyrë. Edhe duhet gjejnë një formë, pra të krijojnë atë agorën e famshme në protestë, ku të jetë më përfaqësuese dhe më të ketë pjesëmarrje. Unë e kuptoj që është e vështirë, është ndoshta edhe utopike, por i rikthehem sërish çfarë ndodhi në Serbi. Vërtet për mua Serbia ka dhënë shembullin më të mirë se si mund të shkohet drejt ndryshimit të një sistemi. Thënë kjo nuk do të thotë që Serbia po ndryshon sistem, sepse duhet në parë si do të shkojnë zgjedhjet edhe çfarë pozicioni do të marrë më pas lideri i tyre, por se si u zhvilluan protestat, se si ata i dhanë hapësirë gjithsecilit, pa pasur këto liderat specifik, për mua është e jashtëzakonshme personalisht. Pra për mua duhet futur në tekste universitare dhe duhet studiuar. Sepse nuk është një gjë e vogël të arrish në atë manifest që ata arritën, në atë lloj formi që ata arritën. Pra të zhbësh kultin e individit
me atë lloj persistence dhe konsistencë që e bën ata. Dhe me atë hapësirë që i dhanë gjithë secilit që merrte pjesë në ato forume, plenume, çfarë do lloj emri ti quajmë. Pra fakti që në Shqipëri kemi pra se këto lloj mini grupimesh dhe secila nga këto do të përfitojë diçka, mendoj që duhet të ndalojnë një moment të reflektojnë pse janë në shesh dhe të harrojnë këto qëllimet personale ose të mini grupeve. Në shesh është dalë për një gjë që na përket të gjithëve dhe duhet jemi të gjithë bashkë. Në momentin që krijohen këto lloj grupe interesi të vogla, mendoj që kemi humbur pak busullën edhe çdo lloj skenari do të jetë bumerang, çdo lloj skenari nuk do t'i shërbej sa duhet qëllimit final. Okay. Sepse po mundohemi të rrëzojmë një klasë politike, jo të krijojmë një klasë të re politike të ngjashme me këtë që kemi. Këtu rrezikojmë shumë. Pra, në këtë pikë ku jemi, unë i druhem shumë faktit që ne do heqim në mos të gjithë një pjesë të këtyre pushtetarëve që kemi sot dhe do krijojmë disa të tjerë, do vëmë në vend të tyre disa të tjerë që do jenë po kaq të ngjashëm në mos më keq se këta. Dhe unë nuk do ta doja këtë lloj fundi. Realisht nuk do ta doja, por nëse do ketë këto lloj mini grupimesh, këto lloj mos dakordësie ose nuk e di. Jo, për sqarim, grupimet nuk është se luftojnë njëra tjetrën në mënyrë absolute, nuk e solla në këtë prizëm edhe në këtë sens. Nuk e di. Absolutisht jo. Janë 5 grupime të ndryshme dhe kanë qëllime të ndryshme, nëse i shërbejnë të njëjtit qëllim, pra duhet të për sa më përket, në gjykimin tim, duhet të jenë të gjithë në shesh. Pra ti bëjmë janë njerëz absolutisht që takohen në shesh, takohen në sheshet e botës. Pra ndoshta mesazhi më i mirë është që t'i ftojmë të bashkohen në një më të madh, sepse absolutisht. Ami do të thonte. Më fal, bukur, një sekond se Ami do të shtonte diçka. Më falni, nuk do ta ndërprisja. Jo. Po, këtë do të thoja që unë besoj që është një reagim normal komportamental i grupeve, në kuptimin që është domosdoshme që një drejtim duhet ta marrë. Pra, nëse ka disa grupe që kanë një propozim të vijnë, unë mendoj që gjëja më e rëndësishme është që të bësh çdo gjë në transparencë, në kuptimin që të formohet kjo agoraja që të cilës vjen referimenti bukuria më para. Ka disa grupime që me sa di, me aq pak informacioni që kemi, nuk po bëjnë luftë me njëra tjetrën, ama që duan të japin një drejtim, duke mos harruar, duke mos anashkaluar qëllimet që na çojnë çdo ditë në shesh. Pra, hajdeni të gjithë të mblidhemi dhe të diskutojmë. Jo, mendoj unë që do ishte mënyra më e mirë. Kam pak skepticizëm për sa i përket bashkëpunimit, në kuptimin që do e kemi pak të vështirë ta evitojmë totalisht kultin e individit. Këtë e kemi parë qartë edhe me disa personazhe që një pjesë nuk e di e kujt, po mendojnë nga popullsia, nga dashuria për adheun, kanë propozuar disa personazhe që me siguri janë të aftë në punën që bëjnë, ama nuk kanë asnjë kompetencë në aspekte për të cilat po flasim, pra në aspekte diplomatike, politike, ekonomike etj. Kështu që të vazhdojmë nga themelet, nga baza, nga meritokracia. Nuk mendoj që është totalisht e gabuar formimi disa grupeve, ama duke ju përmbajtur gjithmonë disa rregullave që duhet domosdoshmërisht të jenë të qartë. Pra, domethënë kemi një rrugë akoma të gjatë para nesh për ta bërë ndryshimin që duam edhe që i duhet Shqipërisë. Kjo është e qartë tashmë. Është e qartë. Nuk është shumë nuk do jetë lehtë, diskutohet, besoj se edhe njerëzit thjesht një mendim për ta përmbyllur, besoj se edhe njerëzit që janë në shesh nuk mendojnë edhe nuk presin vërtet që ndryshimi të ndodhi kështu brenda natës, sepse e pam që ndryshimi që ndodhi brenda pak ditësh faktikisht nuk ishte ndryshim. Kështu që mendoj se edhe njerëzit duan, ndoshta edhe formimi këtyre grupimeve të ndryshme vjen pikërisht
nga kjo që ata që janë aty, sidomos ata që janë aty, nuk duan të ripërsërisin gabimet që janë bërë në të kaluarën. Kështu që edhe kjo pjesë e diskutimit që bënin tash ishte më tepër një si i thonë një rraje mendime, domethënë pa dashur të cënojmë të drejtën ose lirinë e askujt për të dhënë mendime dhe për të bërë veprime. Por shpresoj që të arrim pikërisht në atë momentin ku të gjithë do arrin të mbledhin mendimet në mënyrë të përbashkët për një të ardhme më të mirë. Kalojmë pak nga protesta, sepse donim t'i jepnim sigurisht edhe pak hapësirë projektit tuaj, jo personal, por shoqëror. Siç e tham në fillim, protestat që keni zhvilluar në Gjenova, ndryshe nga ato që janë zhvilluar në disa qytete tjera të Europës ose të botës, ku ndodhen shqiptarët, nuk është iniciuar vetëm nga një person ose një grupim i vogël apo i madh njerëzish, individësh, por juve e keni filluar në emër të shoqatës që drejtoni. Tani shoqata quhet Jonus. Pyetja e parë është pse quhet Jonus? Cila është historia pas emrit? Historia Jonus, sepse ne donim të gjenim një simbol që t'i përkiste edhe Italisë edhe Shqipërisë, si ur kontakti, domethënë, edhe individuam detin Jon. Rënja është deti Jon, sepse është përbashkët edhe Italisë edhe i Shqipërisë. Pastaj Jon do thotë Joni, dhe as në anglisht është po Joni, kështu që mos ishte thjesht Italisë dhe i Shqipërisë që të kishte një kuptim edhe pak më shumë ndërkombëtar, vendosën të bënin këtë lloj fjalësh. Okay. Kjo është shpjegimi i parë kryesor i emrit. Pastaj Jonus, un kam edhe një lidhje afektive shumë personale me emrin Jonus, edhe domethënë ka një diferencë shumë të vogël, po dyshim u quhej Jonuz. Okay. Edhe domethënë kishte një referiment të cilin e kisha shumë në zemër, dhe i përkastën e propozova te gocat, emri i pëlqeu edhe e vendosëm të ishte Jonus. Shumë bukur, po. E kuptove që emrin e ka vënë Ami dhe jemi të gjitha goca. Kuptova dy gjëra, po. Tashi, e para, okay, e dyta, sa desha të pyesja, jeni në grupin drejtues, si themi, jeni gjitha vajza? Po, ne jemi të gjitha vajza, jemi 7 vajza në ekipin drejtues. Nuk ka qenë qëllimisht domethënë që të ishin të gjitha vajza, por ishte në një farë mënyrë rastësi. Të gjesh personat e duhur që është ndër të vështira. Kështu që ka qenë një projekt që është sposato, themi ne në italisht, è stato sposato me shumë dëshirë nga vajzat. Jemi gjendur në idealet, në qëllimet, edhe i dha mjete këtij realiteti ka një vit gati tashmë. Mirë, pyetja atëherë lind vet. Cilat janë idealet, cilat janë qëllimet e shoqatës? Sepse shoqata kulturore ka gjithandej janë të shumta. Në Itali ka shumë, edhe janë në djenin time, domethënë, shumë aktive, por çfarë ju lëviz, çfarë bëni, çfarë organizoni dhe në cilën mënyrë kërkoni ta bashkoni dhe ta afroni komunitetin shqiptar aty ku jeni përveç protestës? Do të fillosh ti Bukuria apo? Do të them diçka. Po flas vetëm unë dhe nuk dua të vi në rolin e presidentit që nuk postohet pa nga posti, kështu që zgjidheni vetë të flasim. Do të çmandatojmë. Po. Atëherë, protestat nuk kanë qenë qëllimi ynë në hapje të shoqatës, sikurse Ceku Ami pak më herët. Ne
si shoqat, pra këtu flas në emër të gjithave, nuk e shikojmë të ndara politikën nga kultura dhe çdo gjë tjetër, ose për mua janë dy gjëra që shkojnë bashkë, edhe ndonjëherë kultura ose çfarë bëhet, pra një shoqat në vetvete është një subjekt politik edhe pse bën kulturë. Dhe për çfarë po protestojmë është akoma dhe më e ndjeshme, është një lëvizje dhe një mbështetje qytetare, kështu që kjo erdhi si thua si pasojë, një gjë që ne nuk e kishim menduar në asnjë moment. Qëllimet tona janë të krijojmë një shtëpi për komunitetin shqiptar, një vend, një fole ku të ndihen në një vend që i përkasin, ku flitet shqip, ku bëhen aktivitete në shqip, ku kërcehet shqip, ku këndohet shqip, ku lexohet shqip. Por nuk ndalemi vetëm këtu, pra ne këto kemi bërë dhe do vazhdojmë t'i bëjmë. Por nëse çdo gjë shtot na shkoj mirë dhe unë dhe jam e bindur duke parë dëshirën që kemi në shoqat dhe mbështetje në fakt nga komuniteti shqiptar këtu, jam e bindur që do vazhdojmë të ecim përpara. Pra nuk do të jetë fokusi thjesht kaq i ngushtë, pra që lidhet dhe fokusohet vetëm tek komuniteti shqiptar, po edhe më tej, por qëllimi kryesor, parsor i joni është krijimi i kësaj foleze, i kësaj i vendi ku komuniteti shqiptar ndihet në shtëpi. Dhe sidomos, jo vetëm, por sidomos për gjeneratat e dyta, të treta, ose fëmijët që kanë ardhur rishtazi në Gjenova. Pra, kanë një vend ku socializohen midis shqiptarësh, ku flasin me njëri tjetrin, ku bëjnë aktivitete bashkë, ku kanë këto pikë referimi që mësojnë shqip, flasin shqip. Kjo është kryesorja, por nuk mbetemi thjesht tek fëmijët, pra tek grup moshat e vogla dhe thjesht tek shqiptarët. Pra në vijim do kemi projekte, kemi ide shumë bukura, ti vazhdo na ndiq dhe të tjerët na ndjekin në rrjetet sociale. Sigurisht do gjejmë edhe mënyrën edhe kohën e dur për të folur pak më për të thelluar pak më shumë në shoqatën edhe në aktivitetet e saj. Një pyetje kisha unë se më intereson shumë, keni ndërmend ose ndoshta edhe keni organizuar tashmë një mënyrë për të dhënë mësim plotësues në gjuhën shqipe për fëmijët e shqiptarëve në Gjenova, Ami? Një sekond. Kemi një problem të vogël. Po? Okej, doja të shta një aspekt që e kam shumë në zemër për sa i përket qëllimeve tona. Për gjitha për te gjërave që përmendi bukuria që janë pa diskutim shumë të rëndësishme, ne kemi një fokus shumë të rëndësishëm, shumë që për mua është me të vërtetë që e kam shumë edhe për zemër, që është fokusi te gjenerata e dytë, pra te rinjt, jo te fëmijët, për te gjuhës, për te transmetimit të traditave, kërcimeve, këngëve etj. Është të kemi një kujdes të veçantë për sa i përket identitetit të gjeneratës së re. Pra, me gjeneratën e re nuk kuptoj të rinj që në familje vazhdojnë të ruajnë një kulturë dhe një edukim totalisht shqiptar, dhe në shoqëri pastaj përballen me një kulturë totalisht italiane, dhe shpesh këto dy kultura kanë vështirësi të gjejnë një kur komunikimi, një mënyrë lidhëse dhe harmonioze, sepse kam kaluar dhe vetë dhe arrin gjithmonë ai momenti ku ti do të dish je më shumë shqiptar, çfarë të bën shqiptar, apo ndjesh më shumë italian dhe çfarë të bën italian. Dhe mungojnë jashtëzakonisht shumë hapësirat ku mund të flitet, ku mund të trajtohet, ku mund të diskutohet mbi këto, edhe me prindërit. Pra, një nga idetë në projekte që ne kemi për vitin që vjen, është të krijojmë hapësira të hapura, ambiente të hapura,
ku të diskutojmë me njëri tjetrin mbi këto tematika, sepse është shumë e rëndësishme në momentin që ti ke vetëdije mbi identitetin tënd, mbi rrënjët e tjera, çfarë të bën ty të ndjehesh shqiptar, cilat janë ato vlerat që ti duhet të mbosh dhe të bësh tuajat, dhe cila është mënyra që ti vesh në kontakt me njerëz e vlerat që shoqëria italiane të vë në dispozicion. Pra, është e gabuar të mendosh një shqiptar që lindet ose rritet në Itali të konsiderohet totalisht italian, siç është e gabuar të konsiderohet totalisht shqiptar. Pra, janë disa mekanizma të cilat ne kemi qëllime të ndalohemi, sepse është nevojshme. Pra, ky është një aspekt që e kisha dëshirë ta ndaja. Pra një ndim doni të jep është qëllim sublim, them drejtën, pse edhe unë e kam kaluar vet, është doni të jeni edhe një farë ndihme për integrimin pa lënë pas atë që njerëzit trauma, absolutisht. Shumë mirë, shumë bukur. Absolutisht, po. Pyetja ime ishte thjesht, pyetja ime ishte për pjesën e mësimit plotësues në gjuhën shqipe. Keni projekte për këtë? Keni ndërmend të filloni ndoshta si të bukurisë që rrezatojnë nga të gjitha anët. Patjetër, ky është qëllimi jon kryesor, është programi jon kryesor nga shtatori. Ne do fillojmë me kurset e gjuhës shqipe për mosha të ndryshme. Kështu që kjo është edhe një thirrje e hapur e komunitetit shqiptar në Gjenova të marrë pjesë, domethënë sepse është totalisht në dispozicion të fëmijëve dhe adoleshentëve tanë që të vazhdojnë të kenë këtë mundësinë. Është shumë e rëndësishme mundësia, pavarësisht pastaj sa fëmijë do vinë, sa fëmijë do jenë konstant, por fakti që kjo mundësi po krijohet, kjo është rezultati më i madh, besoj. Tash mund të bëj një pyetje provokuese? Patjetër që po. Për këtë projekt di që shumica shoqatave i drejtohen Ministrisë të Arsimit edhe të kjo ishte më tepër se provokuese. Më vjen pak për të qeshur, por nuk do ma marrë sigurisht për keq. Shumica e shoqatave, siç është e drejtë, se tani ne bëjmë edhe pak humor, diskutohet, por duhet flasim edhe në mënyrë të drejtë. Është fare drejtë që një shoqate për një projekt si ky, pra për mësimin e gjuhës shqipe, edhe ndoshta thjesht për mjetet shkollore, pra për një abetare, do t'i drejtohen Ministrisë të Arsimit në vendin am. Po juve keni jo lidhje, sepse tingëllon pak keq, po keni kontakte, keni pas kontakte me Ministrinë e Arsimit, ka qenë e arsyeshme? Më duhet të nënvizoj që kjo pyetje nuk ishte thjesht provokative, do të thënë ishte akoma më shumë. Megjithatë, ne dalim në shesh pikërisht për këtë, për të drejtat, për drejtësi etj, ndaj nuk mund vetëm të jemi jo të sinqerta, po më shumë se të sinqerta, të sjellim realitetin e shoqatës, jo vetëm të shoqatës, po realitetin e diasporës. Patjetër që ne jemi në kontakt me Ministrinë e Arsimit, kemi bërë kërkesa për librat me që do fillojnë kurset e gjuhës shqipe. Jemi akoma në pritje. Kështu që jemi shumë kurioze të dim cila do jetë përgjigja e Ministrisë së Arsimit. Të gjitha kriteret ne i plotësojmë, kështu që thjesht ja lejmë kohës, domethënë jemi ama të bindura që do shkojnë në mënyrë pozitive. Bukurie, e bindur edhe ti që do përgjigje në mënyrë pozitive. Unë shpresoj. Megjithatë, e lem shakan më një anë se është. Jo, vërtet unë nuk doja që për faktin se ne kemi protestuar kemi dalë si shoqat, kemi protestuar, jo në logo, nëse shikon gjithë posterat tona nuk kanë logon e shoqatës tonë. Pasi nuk është një projekt ynë, ne nuk e quajmë edhe veten organizatore, ne kemi qenë në një farë forme, pra kemi bërë çdo gjë, sidomos në 2 të parat, por protesta nuk ka qenë dhe nuk është projekt ynë.
kështu që nuk është një pron intelektuale jone, le ta them kështu. Por do shtoja diçka para pak javësh, Ami ishte regjistruar në një takim me disa shkolla, shoqata të tjera shqiptare në vende të ndryshme, në të cilin nuk mori dot pjesë, por mora pjesë unë, i cili konsistonte në ta themi furnizimin me libra nga Ministria e Arsimit. Dhe ishte problematike fakti që ende nuk kanë një abetare të mirë menduar për të mësuar shqip në diaspor, pra ne shqipe në diaspor nuk duhet ta mësojmë si gjuhë të parë, pra duhet ta mësojmë si gjuhë të dytë, pasi është gjuha e dytë. Për fat të keq. Dhe fakti që kjo është një arsye, mendoj, që pse shoqatat kulturore ose shkollat duhet dalin edhe në shesh, sepse është një drejtë, pra në gjerasin të bëj thirrje, të mos fshihen më pas faktit që janë ente kulturore ose shkolla ose çfarë do lloj gjëje. Pra ne si diaspor, unë e kuptoj faktin që Shqipëria nuk ka kapacitet si shtet të na mbulojë me financime ekonomike për të ndërtuar një shkollë ose për të paguar personat që japin mësim, që organizojnë etj me radhë. Pra nuk presim këtë, absolutisht, minimalisht presim furnizimin me libra. Edhe një libër të mirë menduar për gjuhën shqipe, pra një abetare për një gjuhë shqipe që mësohet jashtë Shqipërisë. Dhe është një diferencë shumë e madhe. Kjo ka qenë problemi. Më fal, se po ndërpres, po ky ka qenë në dijenin time edhe këtu në Gjermani, në Gjermani komuniteti shqiptar që vjen nga Kosova është shumë i madh. Ka shoqata që japin mësimin plotësues në gjuhën shqipe, ndaj edhe ju pyeta. Edhe problemi ka qenë gjithmonë që abetarja që furnizohesh nga Ministria e Arsimit në Shqipëri ishte ndryshe nga abetarja që furnizohesh nga Ministria e Arsimit në Kosovë. Para disa vitesh, pak vitesh, sikur doli edhe një projekt i përbashkët për abetaren të gjuhës shqipe për nxënësit në Mërgat. Ishte një bashkëpunim midis dy qeverive. Nuk e di se sa i qelluar doli, nuk kam informacion për këtë, por di domethënë që ishte një projekt i tillë. Shpresoj që tash përtej çdo lloj shakaje janë çështje të serioze, kështu që duhet t'i trajtojmë edhe me seriozitetin e dur. Shpresoj që nuk besoj që do ketë probleme në këtë pikpamje, por shpresoj që të arrihet sa më shpejt, edhe që zërion edhe në këtë pikpamje të diçka. Unë dua të shtoj diçka. Po. Mundem, më fal. Po, diskutohet vazhdo, të lutem. Jo, unë dua të shtoj diçka, sepse nuk më rrihet. Siç bëri riferiment bukuria të grupit të shoqatave, ka pas raste ku unë jam propozuar që të trajtoj disa tematika, siç është protesta etj. Dhe sistematikisht jam thirrur të evitoj tematika të tilla. Pra, ne jemi të gjitha goca, jemi të gjitha të reja, ne përfaqësojmë gjeneratën e re dhe ne jemi shembull i një ndryshimi radikal nga këto aspekte. Të gjitha ato që është na duken të drejta, duhet të kemi drejtën ta flasim, ta diskutojmë, ta bashkëbisedojmë së bashku. Kështu që është një thirrje jo e hapur, por më shumë se e hapur, të shkojmë përtej këtyre mekanizmeve të vjetra, militantizmi partijak, dhe që ta sqarojmë një herë mirë që politika nuk ka të bëjë vetëm me partitë. Pra, një çështje politike është shumë e gjerë. Çdo gjë civile, shoqërore, kulturore etj. Futet në rrethin e çështjeve politike. Pra, të sqarojmë pak këto kufit, i kemi pak më të qarta dhe të vazhdojmë të jemi pak më të hapur, sepse kjo është ideja ime në momentin që ne në diasporë, në Itali kemi vështirësi të trajtojmë disa tematika, kemi vështirësi të flasim hapurazi me shoqatat e tjera që janë përreth, kemi një problem shumë të madh.
kemi një problem sistematik, që do thotë që edhe shoqata që janë prezente një pjesë, nuk dua të them të gjitha, ama një pjesë e konsiderueshme, do thotë që është thjesht i njëjti sistem që është në Shqipëri, është edhe në shoqatat kulturore në Itali. Dhe e shikoj shumë të limituar. Kështu që të shkojmë pak përtej këtyre aspekteve, të bëhemi pak më bashkëpunues, të bëhemi më të hapur, të kemi disa qëllime dhe objekte të përbashkëta që shkojmë përtej shiko se do djegesh apo shiko se pastaj nuk do kesh ato komforte që do kesh sikur mos të shpresh apo mos të marrësh një pozicion. Këtë kisha për detyrë, domethënë ndaj nismës që kemi ndërmarrë ta thoja. Kur i thon këto janë deklarata shumë të forta, por respektoj shumë këtë gjë që ke thënë, sepse na dëshmon edhe një herë ndoshta që fakti, për ta përmbyllur, fakti që po zbresim jo vetëm në Shqipëri, por gjithandej në sheshe, në bulevarde, para godinave të kryeministrive, ka një arsye më se të fortë për ta bërë këtë gjë. Edhe shpresoj që ky apeli jot të mos shkojnë vesh shurdh, që të dëgjohet edhe të kuptohet, sepse e keni parë domethënë që, ose e kemi parë edhe po e vazhdojnë ta shohin që zëri i atyre që duhet përfaqësohen kur ngrihet është i fortë. Është më i fortë se çdo lloj propagande boshe ose fotografish ose video linçuese në përgjithësi. Kështu që shpresoj sinqerisht edhe një herë po ta shpreh që këto nismat tuaja e para punës që mos të rreshni duke folur asnjëherë, që zëri diasporës të dëgjohet gjithandej, që të arrijmë të lidhemi sa më shumë me shoqërinë shqiptare, sepse mund të japim njëri tjetrit, sepse edhe kjo është ja vlen edhe është e rëndësishme për të theksuar, nuk është vetëm diaspora që mund të japi shumë Shqipërisë, por është një lidhje e ndërsjellët. Mund të japim shumë njëri tjetrit. Duke kaluar nga individi në aspektin e grupit, e komunitetit. S'diskutohet. Duhet të dal pak tani, folëm shumë për duhet të dal pak nga roli, nuk besoja se do zgjaste kaq shumë. Kemi akoma një tematik për të biseduar, edhe është besoj shumë e rëndësishme, sepse ndërlidhet shumë. Në fakt nuk mendoja që do ndërlidhej shumë me muhabetin edhe me diskutimet që kemi bërë deri tash, por në fakt është qendrore ndoshta. Ndaj edhe kam kërkuar që të njehesha dhe të flisja me bukurien veçanërisht, sepse do ta shohin që është një prej emrave që është shfaqur në këtë që sapo do them, por do kërkoja edhe Amit që përveç faktit që nuk figuron në këtë listë, besoj se është një zë, edhe më ka pëlqyer shumë muhabeti, është një zë që është i vlefshëm për të dëgjuar. Do kaloja tek deklarata që është hartuar edhe është publikuar para, më ndihmo bukurie, para 2-3 javësh pak a shumë. Ishte pothuajse fillimi i protestave. Një deklarat që është hartuar nga një grup i gjerë, do thoja, akademikësh, studiusësh, shqiptar në fushat më të ndryshme, kuptohet, jo vetëm në fushën e shkencave politike ose shoqërore, ose të marrëdhënieve ndërkombëtare, në diasporë, pra në vendet e ndryshme të botës ku ata studiojnë ose veprojnë. Nuk dua ta shpalos unë, të flas unë për këtë pjesë. Tashmë është publikuar edhe një letër tjetër, kësaj herë nuk është një deklarat, por është një letër e hapur që i është drejtuar instancave më të larta të Bashkimit Evropian,
siç është presidenti i komisionit, kam lexuar siç kanë lexuar tashmë shumë vetash, pra presidenti i komisionit, ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri. Për çfarë bëhet fjalë? Ti bukurie një herë që ta them është një prej firmëtarëve, pra emri i saj figuron në këto dy deklarata, pra në deklaratën e parë dhe në letrën e hapur ndaj Bashkimit Evropian. Për çfarë flitet? Ti e ke cekur më përpara, rëndësia e një arsimi të mirë, rëndësia e një, edhe këtu do i bashkohesh edhe unë në atë pjesën të vogël time që e kam menduar dhe kam dëshiruar gjithmonë, rëndësia që ka një akademi e shkencave që e merr rolin e vet edhe si i thon, po nëse do ndalohesh a ke roli në mënyrë serioze, edhe jo ajo institucion e emëruar që kemi mësuar të njohim deri tash. Për çfarë bëhet fjalë në deklaratën e parë edhe për çfarë bëhet fjalë në letrën e hapur bukurie, nëse do na informoje pak rreth këtyre gjërave. Patjetër, faleminderit që po më jep hapësirë të flas pak edhe për këtë, sepse është një gjë të cilën e kam shumë për zemër. Nuk është, unë jam një nga pjesëtarët e këtij grupimi, e kësaj nisme, po për fatin tim të keq nuk jam unë ajo që e nisa. U bashkova me grupin kur ishte krijuar tashmë dhe nuk di të them se kush është pas saj. Pra edhe këtu nuk kemi një leadership të mirë fill, do thoja. Atëherë doja të theksoja edhe që qëllimi i këtij grupimi akademik, si shkencor, studiosh e të tjerë, është apartjak. Pra ne jemi shumë neutralë në këtë pjesë dhe përruajmë dhe lexohet qartë edhe si nga deklarata jonë e parë dhe si nga letra jonë që është drejtuar instancave evropiane. Pra nuk mbajmë qëndrim të politizuar, pra lëvizja në vetvete është politike, se çfarë jemi duke kërkuar, çfarë jemi duke bërë është politike, por është apartjake. Në deklaratën e parë, ne i drejtohemi qeverisë shqiptare dhe qytetarëve shqiptar, ku shprehim solidaritetin ton, mbështetjen ton ndaj protestave dhe ndaj kërkesave që ato kishin. Në ato kohë nuk ishin ende formsuar, nuk ishin marrë formë këto 5 kërkesat, megjithatë artikuloheshin në shesh se çfarë kërkesash ishin, si anullimi i ligjit për zonat e mbrojtura, paketës së maleve të tjerë. Duket cekur edhe atje edhe pjesën e arsimit. Pra edhe problematikat që ne kemi në arsim. Ndërkohë, në letrën që i drejtojmë instancave evropiane është një lloj thirrje, një lloj kërkese për rritjen e monitorimit të procesit të integrimit në Bashkimin Evropian, përkatësisht rreth përkapitull që kanë të bëjnë me arsimin, që të shtohet vëmendje aty, që të ketë vëmendje më të madhe edhe tek pjesa e pavarësisë, e autonomisë universitare. Vëm theksin po ashtu tek plagjatura, pasi kjo nuk është një kërkesë e re, kjo është artikuluar edhe nga protestat e vitit 2000, nga protestat e studentëve në vitin 2019, nëse nuk gaboj. 2018. 18, ndjes. Pra edhe nga vetë qeveria, nga vetë Edi Rama është pranuar ky si problem në një deklaratë që i ka pasur në vitin 2025, ku ka thënë që jemi një shtet plagjatore.
edhe disa shumë prej ministrave, ish-ministrave janë tashmë janë të evidentuar doktoraturat të tyre që janë totalisht plagjatura dhe kjo nuk është normale. Po ashtu vëmë theksin edhe tek mungesa e financimit, tek kërkimi shkencor, tek inovacioni, tek serioziteti me cilën duhet merren dhe duhen parë dhe rëndësia që ka në vetvete. Dhe ajo çfarë paraqesim ne nuk është se një arsim i mirë do të zgjidhte të gjitha problemet që ne kemi sot. Por një arsim më i mirë, më cilësor, do të ishte një nga zgjidhjet, sepse janë bankat e arsimit ato, të cilat nxjerrin më pas mjek, nxjerrin politikan, nxjerrin jurist, nxjerrin gjyqtar dhe tjera me radhë. Pra sa më cilësor është arsimi, çdo gjë tjetër rrjedhimisht bëhet më cilësore, bëhet më produktive. Kështu që për sa na takon, ky cilësim që kemi sot është një cënim i demokracisë. Dhe rritja e cilësisë arsimit është një kusht për të pasur një demokraci më solide, më të konsoliduar. Nuk e di nëse mund të flasësh, ose nuk do ta kërkoja që të flisje në emër të gjithë kolegëve të tu, por në mendimin tënd, duke u lidhur me pyetjen që të bëra, me parashtrimin që bëra pak më përpara, Akademia e Shkencave, tjethe edhe më përpara, ka nevojë për një reformim rrënjësor të saj? Absolutisht, edhe këtu do flas pavarësisht se kush është në krye të Akademisë së Shkencave, që në gjykimin tim, po besoj këtu na bashkon edhe shumë të tjerë, nuk duhet të ishte. Po edhe të tjerë që janë që kanë pozicione të ndryshme, besoj që duhen ripar kriteret me të cilat këta punonjës, këta individ zgjidhen të jenë aty. Pjesa më e madhe e tyre nuk kanë publikime. Ka një lloj kriteri, pra një lloj indeksi me të cilin këto duhet të pranohen, në sensin që sa herë kanë publikuar, sa publikime kanë dhe sa herë janë të cituar. Dhe këtu nuk flasim për publikime që quhen, ne në Shqipëri kemi përkthyer revista grabitçare, pra në revista të dorës, domethënë jo shkencore, jo të një farë cilësie, por revista që janë bërë aty thjesht për të publikuar pa ndonjë lloj kriteri. Kështu që këto në gjykimin tim, kush është në Akademinë e Shkencave nuk i përmbush këto kritere, kështu që është e domosdoshme një reformim i Akademisë së Shkencave në përmbajtje. Unë këtu kam pasur një eksperiencë, një kontakt më saktë, kam njohur një hulumtuese, një kërkuese shkencore italiane, e cila kishte kryer një postdoc në Akademinë e Shkencave. Dhe unë jam ndjer keq kur ajo ka ndarë me mua eksperiencën e saj. Dhe po flasim këtu për një postdoc të financuar nga Marie Curie, e cila është një nga fondacionet më prestigjioze dhe financon një shumë të konsiderueshme për postdoc. Unë vetë kam qenë një fellowship holder për doktoraturën nga Marie Curie dhe i di benefitet dhe prestigjin që ka nga pas, dhe për ne mendoj që është e vetmja që ka shkuar në Akademinë tonë të Shkencave me një postdoc të Marie Curie dhe nuk ka marrë vëmendjen e duhur, pra është lënë atje më një anë dhe ajo me zor ka pritur t'i mbaroj ai 2 vjeçari që të thehej në Shqipëri, në Itali ndjes. Pra, është shtet e dhimbshme ta dëgjosh të histori kur të tregohet dhe e një personi në fjalë, nuk besoj që më ka gënjyer për këtë, se nuk ka asnjë interes të vit dhe të më thoj unë pata një eksperiencë shumë negative me një institucion si Akademia e Shkencave në Shqipëri.
Dhe tjetër gjë që mua më shqetëson shumë dhe shikoj nga larg, unë nuk kam mbaruar drejtësi juridik në Tiranë, por kam folur me persona që i kam njohur nëpërmjet këtij rrjeti të akademikëve që kanë mbaruar drejtësi në Tiranë dhe i kam pyetur se sa flitet në universitete, pra sa organizohet fakulteti i drejtësisë, por ka një problem si për shembull ligji për zonat e mbrojtura. Ose siç po është projekt ligji për ndryshimet e ligjit për shish. Pra, unë prisja një përgjigje të tipit që në momentin që ka diçka të tillë, në universitete flitet, pra në fakultet flitet, sepse fakulteti i drejtësisë për çështje të tilla duhet jetë i pari që zjen. Edhe aty më bëri të kuptoj që nuk flasin sepse nuk de facto de jure janë autonome, janë të pavarura, por de facto nuk janë. Sepse për mënyrën se si janë punësuar njerëzit aty, pra pa meritokraci, klientelizma e të tjerë, pra me ndere të bëra njëri tjetrit, nuk mund të dalin dhe të flasin kundër një ligji, kundër një reforme e të tjera me radhë. Dhe për mua kjo është thelbësore, sepse nga aty duhet të dali debati dhe të transferohet më pas në shesh. Si duhet jetë? Dhe nga eksperienca ime këtu në Itali, për shembull, nuk mendoj që universitetet italiane janë shembulli par excellence ose shoqëria italiane. Pra, edhe këtu ka probleme të ndryshme, nuk po them që është maksimumi. Megjithatë, unë ndjek shumë konferenca, sidomos të drejtës kushtetuese dhe të drejtës publike, dhe në momentin që ka diçka, ndodhin konferenca të vazhdueshme. Unë nuk pres që në Shqipëri të ketë të njëjtin numër konferenca, sepse është çështje numrash në fund të ditës, pra aq universitete janë, aq fakultete janë, dhe nuk mund të ketë sa në Itali, po të paktën të ketë edhe një reagim minimal duhet të jetë. Dhe kjo vjen nga mungesa e pavarësisë. Pra, po bëj një shembull, një referencë shumë të quaj banale. Pra, kur ishte para pak muajsh në Itali, po ndodhte një referendum për ndryshimin e kushtetutës, të një pjesë të kushtetutës, edhe nuk di sa konferenca, se sa artikuj që kanë qenë publikuan, se sa seminare u mbajtën në universitete të ndryshme. Ku kishte debat, pra kishte nga ata që ishin pro, kishin nga ata që ishin kundër, por i kishte debat, dhe debati ndodhte në universitet, dhe mungesa e këtij debati në universitetet shqiptare mua më shqetëson. Dhe më ka shqetësuar edhe kur unë isha studente, unë kam bachelor në Fakultetin e Shkencave Sociale, dhe mua më mungonte, pra isha 20 vjeç edhe nuk e di, shumë e re, po prapë më mungonte kjo pjesa që në Shqipëri kishte aq shumë probleme sociale, dhe në Fakultetin e Shkencave Sociale nuk kishte debat për këto fenomene dhe këto probleme sociale që ndodhin jashtë dyerve të universitetit, të fakultetit. Pra, nuk e di sa ju përgjigja ose sa dhash një ide për këtë pjesë, pse duhet të ketë një lloj reformimi, pse duhet të ketë një lloj ndërhyrje. Është më se sakt, edhe neve nuk mund flasim ndoshta nga më shumë, le të themi, sepse nuk kemi qenë të brendshëm në ato dinamika, por të them të drejtën, përshtypja që kishim, besoj se mund të flas edhe për Amin këtu, përshtypja që na linte dhe që kishim për këto pikërisht për këto dinamika ka qenë kjo. Domethënë duket ndoshta nuk ka nevojë të futesh brenda në fakultet për të parë që
debati ose ngritja e pikpyetjeve mungon ose ka munguar deri tani në Shqipëri, fatkeqësisht. Shkurtimisht, nëse do t'i na i renditësh pak më shkurt dhe pak më saktë ato pikat që juve si akademik shqiptar në mërgim i keni kërkuar një herë qeverisë ose pushtetit në Shqipëri, edhe pikat që i keni kërkuar Bashkimit Evropian përmes këtyre deklaratave. Herën e parë dolëm thjesht në deklaratë për mbështetjen e protestave dhe ngritëm shqetësimet që kishin arsim, por nuk ju drejtuam qeverisë shqiptare dhe përkundrazi ne patëm një lloj si ta quaj, një lloj përbutje nga qeveria. Kështu që por kjo nuk është se për sa më përket, nuk më intimidon dhe as nuk më indinjon, përkundrazi. Për mua është një lloj motori. Sepse ne vetë shprehim edhe gatishmërinë në deklaratën e parë që ne mund të kontribuojmë me know-how që kemi secili prej nesh, pra me dijen e përftuar, me eksperiencat e përftuara, tashmë jashtë Shqipëria. Unë e prisja që të mos kishim një ftesë, sepse nuk është se ata nuk e dinin që ne ekzistojmë. Pra po të kishte pas vullnet për ftesë do të kishte ndodhur tashmë, por nuk prisja edhe atë lloj qëndrimi që mbajtëm, pra nuk e di nëse kryeministri ishte drejtuar ndaj nesh, por mendoj që ndaj nesh, sepse me sa di ka edhe një grupim tjetër që po del, që na quajti pseudo-intelektual. Ndërkohë pseudo-intelektualet nuk besoj që jemi ne gati mbi 270 veta që kemi firmosur tashmë deklaratën e parë. Për mua pseudo-intelektualet janë ata që janë në parlament me doktoratura, me disertacione të kopjuara në plagjaturë. Shpresoni që në një të ardhme, shpresoni që në një të ardhme ky grupim ose akademikët e njohur shqiptar që nuk jetojnë në Shqipëri, por veprojnë jashtë saj, të kenë një ftesë në një të ardhme, e kuptojmë domethënë pas marimit të këtyre protestave, të kenë një ftesë për tu bashkuar në Shqipëri edhe për të punuar në rindërtimin, në këtë rast të sistemit arsimor, të sistemit universitar të akademisë shkencave, domethënë të jenë brenda ngjarjeve dhe mos të lihen më jashtë tyre. Patjetër, domethënë ne shpresojmë këtë, edhe shumë prej nesh ka shprehur gatishmërinë që janë të gatshëm edhe të kthehen. Këtu nuk guxoj të them të gjithë, pasi nuk e di, mund të ketë edhe që tashmë kanë ndërtuar totalisht jetën në mënyrë shumë solide jashtë, por pjesa më e madhe shprehin këtë gatishmëri, dhe një nga pikat të tjera që ne nënvizojmë është të ndërtohen, të krijohen politika për timin e trurit, pra brain gain. Shumë me saktë. Ami, doje të thoje një diçka? Je prap mute? Nuk të dëgjojmë? Nuk e flas shumë, kështu që më fal se jo, bëj shaka. Po, doja të shta vetëm diçka. Unë nuk jam pjesë e akademikëve që firmosën, që morën këtë listë, ama erdha në dieni të nismës që kur bukuria u bë pjesë, dhe kam nderin të them që jam shoqja e 2 pjesëtarëve të akademikëve. Kështu që ndjehem në një mënyrë krenare për këtë. Doja të thoya që
kur mora vesh çapo bënin, thash, wow, finalmente ndodhi, në kuptimin që është për mendimin tim diçka shumë konkrete dhe shumë e rëndësishme, ama do doja që mos të mbiste thjesht në ambientin e arsimit, do doja që çdo ambient të kishte diçka të tillë, në ekonomi, në teknologji, në bujqësi e kështu me radhë. Edhe do doja shumë në një vizion timin utopik që të gjitha këto iniciativa të zhderronin në struktura funksionale dhe të ishin pjesë determinuese ose të paktën participative të qeverisë në një të ardhur më ideale dhe më të drejtë dhe më meritokratike të Shqipërisë. Kaq kisha. Shumë faleminderit. Nëse nuk ke diçka për të shtuar, Bukurie, do thoja që Jo, do thoja që për momentin nisma jonë fokusohet vetëm tek arsimi, por ne jemi në një proces edhe strukturimi, pra do parë se si do mundemi që t'i japim më shumë jetë kësaj nisme, pasi nuk do mbetet thjesht në 2 deklarata, të paktën unë shpresoj dhe shumë prej nesh që janë aty shpresojmë. Do donim shumë që të shkonim përpara, pra që ta kthenim pak edhe në më të prekshme si kontribut, edhe në rast se nga Shqipëria nuk do të vijë asnjëherë një ftesë bashkëpunimi. Ajo çfarë unë personalisht dua në këtë pikë, po e kam folur edhe me pak nga anëtarët e tjerë, është që të ndërtojmë një lloj platforme, ta quaj, nuk e di, ku ne në një formë apo në një tjetër do t'japim kontributin tonë. Do t'jetë me hapa shumë të vegjël normalisht, pasi ne jemi në distanca dhe shumë të largëta dhe secili prej nesh ka shumë impenjime. Kështu që nëse unë shikoj që do t'jetë një gjë graduale, por do të ketë atë impaktin e vet, nëse ne do t'jemi të maturuar mjaftueshëm që të mos ta lëm thjesht në nivel deklaratash dhe letrash. Dhe nga sa kam parë në atë grup ku jemi, vërtet jam shumë e fatë që jam bërë pjesë, pasi po shikoj që ka shumë profesionist, ekspert, studius, të jashtëzakonshëm, të cilët nuk isha pas mundësi që t'i njihja më parë. Edhe kjo protest ka shërbyer për të njohur edhe njerëz shumë fantastik, një pjesë janë te ky grup i diasporës akademike, cilët gjej rastin edhe ti falenderoj. Edhe mendoj që do ta çojmë përpara. Unë do doja shumë, edhe një pjesë e jona, siç e përmenda, do doja shumë. Edhe shkurtimisht do përmend 4 pika që ne i kërkojmë instancave europiane. E përmenda më lart është monitorimi i reformave në arsim, në kërkim shkencor edhe inovacion, mbështetja e autonomisë universitare, nxitja e politikave për kthimin e turit, pra brain gain, edhe investimet në arsim dhe në kërkim shkencor dhe inovacion, të cilat janë edhe në rajon i kemi shumë të ulta, pra në Ballkanin Perëndimor, në Shqipëri janë në shifra shumë të ulta. Shumë faleminderit. Nëse do kemi një impakt në arsim, beson që do jetë një arritje shumë e madhe, pastaj. Shiko, besoj se i bashkohem atë asaj që tha Ami pak më parë, edhe besoj, jam i bindjes që një impakt shumë të madh do kishin këta, domethënë grupimi juaj, njerëz juve që keni një formim akademik të mirëfillt, jo vetëm për rishikimin e sistemit arsimor apo universitar, por për rishikimin e shumë gjërave që nuk shkojnë ndoshta në Shqipëri. Pra përveç arsimit edhe gjithë pjesën kulturore, shoqërore, domethënë mund t'i jepni një shtysë dhe një ndihmë shumë të madhe, sidomos ndoshta edhe kulturës, duke filluar pra nga këto pika që keni hartuar edhe duke dalë pastaj nga këto, duke kapur fushat më të ndryshme.
do thoja që mbas 2 orë e 11 minuta Jo, më pas akoma s'kam mbaruar. Nuk e ke mbaruar. Okej, në rregull. Por të lutem shumë shkurt që Okej, në rregull. Të lutem, vazhdo. Jo, dasht ti përgjigja pak atyre që i kanë quajtur pseudo-intelektual, do thjesht ti rikujtoja që këta janë ajka e intelektualëve shqiptar në botë, sepse ja kanë dalë në një sistem totalisht me meritokraci, me angazhim, me studim dhe me punë. Kështu që kundrejt atyre që i quajnë pseudo-intelektual, kaq kisha, domethënë për mesazhin. Dhe betojmë që faleminderit. E dim kush janë këta që i kanë quajtur pseudo-intelektual. I di me emër dhe mbi emër fatkeqësisht. Okej, vajza, shumë faleminderit. Për kohën, për idetë, për tregimet, shpresoj që kjo mos jetë biseda e parë dhe e fundit. Unë kam mund veç se të mësoj, domethënë ju a thash edhe para se të lidheshim, ose para se të fillonim këtë regjistrim. Ndër ne të tre, unë isha ai që kisha më shumë për të mësuar nga juve. Ju falenderoj vërtet. Ndjej një krenari shumë të madhe që shqiptarët, e unë e them vërtet nga zemra, nuk janë fjalë qastit. Ndjej shumë krenari që në botë ka shqiptar që din ta ngren zërin, jo vetëm e ngren, por din ta ngren, din për çfarë e ngren zërin, edhe din që na iku bukuria. Pra, ju falenderit edhe një herë për pjesëmarrjen, ju falenderit për kohën, ju përgëzoj për çdo gjë që bëni, ju uroj suksese edhe shpresoj që të flasim, të arrim të flasim edhe një herë bashk për çështjet e tjera, për shoqatën, idetë mund të jenë shumë të bukura, mund të jenë shumë të mëdha, mund të jenë sido që t'i quajmë, ama nëse nuk ka hapësira të tilla si kjo që sapo zhvilluam së bashku, mbeten me të vërtetë të limituara dhe në një ambient shumë të vogël. Kështu që fakti që sot ishim këtu është me të vërtetë shumë i madh, është një realitet shumë i madh, mbas nuk jemi të vetëdijshëm për potencialin që ka. Kështu që të tre, domethënë, fituam diçka më shumë nga ky bashkëbisedim. Një falenderim me të vërtetë shumë të madh për ty dhe unë e marr si angazhim që të dëgjohemi sërish mbase pas disa muajsh. Patjetër. Ta dish që unë kur them diçka në siguri do të shkruaj, të më shikoj se s'kam harruar. Patjetër, derën e keni gjithmonë të hapur. Shumë faleminderit edhe një herë, pra bukurie të përshëndes, të falenderoj edhe ty veçanërisht për zërin që ke sjell. Siç thash pak më përpara, siç e thash edhe, siç e shpreh edhe Amit, shpresoj që kjo mos jetë biseda e parë dhe e fundit që do zhvillojmë bashkë. Shpresoj që të arrim dikur të flasim edhe të kemi si tematik ndryshimet që po ndodhin në Shqipëri. Për shqiptarët brenda Shqipërisë, për shqiptarët jashtë Shqipërisë, edhe unë në këtë rast dua të theksoj edhe një gjë që nuk duhet të harrojnë kur që shqiptarët nuk janë vetëm në Shqipëri edhe në diasporë, por nuk duhet të harrojnë gjithë shqiptarët që jetojnë në Kosovë, pra pjesën tjetër të cunguar të shoqërisë tonë, edhe aq më tepër shqiptarët që jetojnë në Maqedoninë e Veriut edhe në Malin e Zi. Shpresoj që të kemi sa më shumë zëra të tilla. Të arrim të punojmë gjithë së bashku që zëri jon të bashkohet edhe të jetë sa më i fortë dhe të arrijë ato nivele që na përkasin. Nuk dua. Që të dëgjohet të pak. Që të dëgjohet. Shumë faleminderit edhe një herë. Ju uroj një mbrëmje të këndshme. Natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë.